Jemi me zhvillimet politike në Tiranë, po mbahet samiti I liderëve të vendeve pjesëmarrëse në procesin e bashkëpunimit të Evropës Juglindore në kuadër të kryesimit të këtij procesi nga Shqipëria. Gazetari Isa Myzyraj po ndjek këtë zhvillim dhe e kam në një lidhje direkte. Isa, jemi së bashku, linja për ty. Katerina, të përshëndes edhe unë. Sapo ka arritur ministri I jashtëm turk Hakan Fidan, në fakt, I cili është pyetur nga Ora News nëse ka ndonjë koment nëse Izraeli do të vrasë liderin e Iranit Ayatollah Khomeinin. Ministri I jashtëm turk nuk ka dhënë një përgjigje për pyetjen tonë në lidhje me zhvillimet në lindjen e mesme, ku një situatë tensionuar që ndodha atje, ato që kemi raportuar gjatë gjithë ditës së sotme. Në fakt, ky samit ditën e sotme pritet të mbizotrohet pikërisht nga situata në lindjen e mesme, ku tani më kemi hyrë në ditën e 4 të konfliktit mes Izraelit dhe Iranit, një konflikt I cili nisi pasi Izraeli lëshoi vendosi të sulmoj brenda territorit të Iranit, kryeqytetin Teheran dhe më pas ky fundit Republika Islamike është përgjigjur me një sër raketash duke lënë të vrarë 10 persona. Në këto momente që po shihni është presidenti I Republikës së Kosovës, zonja Vjosa Osmani, e cila I është drejtuar samitit, pra do të takoj presidentin e Shqipërisë, zoti Bajram Begaj, dhe më pas pritet të arrijnë edhe lideret e tjerë. Është pra samiti I vendeve të Evropës Juglindore, të cilët janë mbledhur këtu në Tiranë, pasi Shqipëria merr kryesinë e këtij samitit këtë vit. Presidenti Bajram Begaj është mikpritës I tij, ndërkohë që janë një sër vende shtetlira të cilët do të marrin pjesë, përfshirë presidenten e Slovenisë, zonja Natasha Pirak Musar, ndërkohë nga Podgorica ka arritur tani më presidenti I vendit Jakov Milatović dhe presidentja e Republikës së Kosovës Vjosa Osmani, së bashku me Zeljanka Zvinajović, që është kryetaria e Këshillit të Ministrave, në fakt është kryetaria e presidencës së Bosnjës dhe Hercegovinës. Gjithashtu jemi në pritje të presidentes Maqedonisë Veriut, Gordana Siljanskovska-Davkova, e cila nga momentin në moment pritet të bashkohet samitit, ndërkohë që edhe nga Serbia pritet të arrijë kryeministri Dura Makut, I cili vetëm pak muaj më parë është kjo. Në këto pamje që shihni është presidentja e Maqedonisë Veriut, zonja Gordana Siljanskovska-Davkova, e cila I është bashkuar liderëve të tjerë të rajonit në këtë samit, I cili është duke u mbajtur në Tiranë. Gjithashtu nga Greqia pritet për të marrë pjesë Aleksandra Papadopoulou, e cila është zëvendës ministre e jashtme e Greqisë, dhe ndërkohë janë edhe ka hyrë I pari që ka ardhur, ka qenë ambasadori I Bashkimit Evropian në Shqipëri, zoti Silvio Gonzato, ndërkohë që do të marrë pjesë edhe I fundit Amar Kapetonvić, I cili është sekretari I përgjithshëm I Këshillit Rajonal për Bashkëpunim, organizatë e cila më herët e ka mbajtur drejtimin e saj zonja Malinda Bregu nga Shqipëria. Ashtu siç e theksuam, samiti për hir të së vërtetës pritet të mbizotrohet nga situata në lindje të mesme, ku luftimet atje dhe janë duke vijuar për ditën e 4 dhe Niko Qiri I këtij samiti është pikërisht presidenti I Shqipërisë, zoti Bajram Begaj. Më herët ka pasur një ministerial të ministrave të jashtëm të vendeve të Ballkanit Perëndimor në Ministrinë e Jashtme, ku janë pritur nga ministri jon I jashtëm dhe I Evropës, zoti Igli Hasani, gjatë paraditës së ditës së sotme. Samiti I ditës së sotme mban temën nxitja e stabilitetit dhe prosperiteti përmes bashkëpunimit rajonal dhe integrimit në Bashkimin Evropian, dhe synon që vendet anëtare, aspirantët e Bashkimit Evropian, vendet e Bashkimit Evropian dhe partnerët e tjerë të bashkëpunojnë duke reflektuar Okej, me sa duket kemi një problem të vogël teknik me audion e kolegut Isa Myzyraj, por do vijojmë të qëndrojmë me të dhe me këto pamje të drejt për drejta, teksa sikurse e njoftoi
edhe kolegu nga Xherreni, është duke u mbajtur ditën e sotme samiti i vendeve të Europës juglindore, ku tema kryesore dhe Shqipëria si një vend pritës është stabiliteti, bashkëpunimi dhe integrimi në Bashkimin Evropian. Megjithatë, duke marrë parasysh edhe realitetin e këtyre ditëve, por dhe atë se çfarë është duke ndodhur në lindjen e mesme, sigurisht është e pashmangshme që kur flasim për stabilitet, edhe kjo çështje, lufta midis Iranit dhe Izraelit, e cila tashmë ka hyrë në ditën e 4, të jetë gjithashtu në qendër të vëmendjes përsa i përket pikërisht edhe diskutimeve të ditës së sotme të këtij samiti që mbahet në kryeqytetin tonë. Ndërkohë, njëri pas tjetrit, liderët përfaqësues të këtyre vendeve tashmë janë duke mbërritur, teksa presidenti Begaj, sikurse edhe e kemi ndjekur, i ka pritur ata në mënyrën zyrtare, ashtu sikurse do duhej. Kemi sërish kolegun Isa Myzyra, Isa, jemi përsëri së bashku, tashmë të dëgjojmë shumë mirë. Ishim duke diskutuar lidhur me temat, sa i përket temave të këtij samiti. Po, Katarina, ashtu si shpëthosha, pra Shqipëria është e merr kryesinë e këtij samitit për herë të tretë në vitin 2024, ndërkohë që tani më është duke u mbajtur samiti i ditës së sotme, një samit mjaft i rëndësishëm për hir të së vërtetës për rajonin i cili ka shtuar më tej bashkëpunimin mes vendeve pasi procesi i bashkëpunimit të Evropës juglindore herë të tjera, pra ndër vite ka dëshmuar se është një platformë e vlefshme për dialog dhe forcimin e bashkëpunimit rajonal i krijuar para 2 dekadash me vendet jo vetëm të Ballkanit Perëndimor, por edhe vendeve të rajonit. Çdo vit samiti mbahet në shtete të ndryshme, ku vitin e kaluar është mbajtur në Republikën e Kosovës, ndërkohë që tani më Tirana është mikpritëse e këtij samiti, ashtu siç e theksuam në fillim të kësaj lidhje, pra ne kemi pyetur ministrin e jashtëm turk Hadan Fikan në lidhje me situatën në lindjen e mesme, por që nuk ka dhënë një përgjigje çfarë ndodh nëse Izraeli vendos ta vras drejtuesin e shtetit islamik Ayatollah Khomeini nga luftimet që janë duke u zhvilluar. Sigurisht që Turqia ka mbajtur një qëndrim duke i bërë thirrje Izraelit për të ndalur menjëherë luftimet në Teheran, aty ku tani më janë shkaktuar sipas mediave shtetërore të kontrolluar nga qeveria mbi 220 viktima. Nga informacionet që ne kemi edhe ditën e sotme, zoti Begaj do të flasë në lidhje me situatën në ditën e mesme, por edhe liderët e tjerë të vendeve të rajonit, kryesisht Turqia, e cila është duhet thënë më e përfshirë pra në lindjen e mesme veç vendeve të rajonit mbi situatën atje. Isa, kanë mbërritur të gjithë liderët tashmë? Kanë bërritur tani më shumica dërmuese e liderëve, janë edhe 2 ose 3 persona të tjerë të cilët pritet të arrin tani më janë në këto pamje duke ardhur, vetëm brenda pak sekondash do ta kuptojmë se kush është duke ju bashkuar këtij samiti, ndërkohë që zoti Begaj është duke pritur por të përshëndetur të gjithë pjesëmarrësit e këtij samiti të ditës sotme. Ndërkohë në këto pamje është zëvendës ministria e Greqisë, Alexandra Papadopoulou, e cila i është bashkuar këtij samiti ditës së sotme së bashku me liderët e tjerë, të Ballkanit Perëndimor, por dhe të rajonit, përfshirë Sloveninë dhe Greqinë.
Isa, nëse më lejon, paralelisht teksa ne jemi duke ndjekur edhe që të gjithë ceremoninë, sikurse edhe thamë edhe ti e shpjegove pak më herët për sa i përket edhe situatës në të cilën vjen edhe mblidhet ky summit, sepse realitetet janë këto për cilat ne po flasim, një luftë që është duke u zhvilluar në lindjen e mesme, paralelisht kemi një luftë që po zhvillohet në Europë. Nëse rikthehemi në rajon, sigurisht që edhe në rajonin ton ka shumë për të diskutuar për sa i përket pikërisht sigurisë, sa i përket stabilitetit, bashkëpunimit midis njëri tjetrit. Në këto momente në të cilat jemi, pra, teksa janë duke u zhvilluar të gjitha këto, a mund të themi se rajoni ynë tashmë në këto momente ndjen një farë uniteti, ndoshta edhe për shkak se vendet tona më shumë se kurrë po gjinden afër Bashkimit Evropian dhe afër asaj ëndrrës madhe për të bërë pjesë e Unionit, për të ndjerë të përfaqësuar si pjesë edhe territoriale e Europës, por edhe në mendësi. Katerina, ka pasur për hir të së vërtetës një qetësi të brisht muajt e fundit, duhet thonë, në Ballkanin perëndimor, por nuk mund të flasim për një situatë stabile afatgjate për shkak të zhvillimeve të herpashershme në mes Kosovës dhe Serbisë, por edhe Bosnjë dhe Hercegovinës. Situata atje me Republikën Serbsë ka udhëhequr nga Milorad Dodik, i cili ka shkaktuar her pas here kriza jo vetëm kombëtare në Bosnjë, por edhe rajonale. Gjithsesi, duke ju referuar një statusi të fundit dhe një deklaratë të fundit të presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, zoti Donald Trump, i cili ka dhënë ditën e djeshme në platformën Truth, i cili ka lajmëruar për një ndërhyrje të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të zgjidhur përfundimisht konfliktin mes Kosovës dhe Serbisë, duke ju referuar situatës në lindjen e mesme. Donald Trump tha se gjatë mandatit të tij të parë, ai ka qetësuar situatën mes Kosovës dhe Serbisë, pasi sipas tij situata ishte duke degraduar në një luftë të hapur mes dy vendeve dhe premtojnë atë njoftim që Shtetet e Bashkuara do të ndërhyjnë për qetësimin e situatës në mes dy vendeve, pra mes Kosovës dhe Serbisë. Në kohë sa i përket Bosnjës dhe Hercegovinës, sigurisht që atje situata mbetet e brisht, pasi tani më ka një urdhër arresti nga Bosnja dhe Hercegovina për udhëhecjen e Republikës Srpske, ka një entitet i përbërë kryesisht nga serbët për udhëhecjen e tij Milorad Dodik, i cili mbështetet nga presidenti serb Aleksandar Vučić, por edhe nga Beogradi zyrtar. Ndërkohë, rruga drejt Bashkimit Evropian duket sigurisht më afër se kurrë për Shqipërinë, malin e zi, të cilët kanë bërë hapa të shpejt për antarësimin e vendeve të tyre. Shqipëria është në një proces të rëndësishëm dhe delikat njëkohësisht të hapjes pothuajse të gjithë grup kapitujve dhe më pas drejt antarësimit në Bashkimin Evropian, një proces i cili pritet, pra hapja grup kapitujve pritet të përfundojë në vitin 2027 dhe më pas ne mund të jemi gati për të antarësuar në vitin 2030 sipas premtimit të qeverisë shqiptare, por edhe sipas zërave në Bashkimin Evropian përfshirë presidentin e Komisionit Ursula von der Leyen dhe përfaqësuesin e lartë të Bashkimit Evropian Kaja Kallas, e cila ka përsëritur që rruga drejt antarësimit mund të përfundojë në vitin 2030 për vendin ton, një rrugë që ka qenë e gjatë e vështirë, por qartazi shqiptar nuk janë tërhequr kurrë nga ëndra e tyre për të bërë pjesë e Unionit. Qartë, Isa, unë të falenderoj shumë për të gjithë detajet e përcjella deri në këto momente, sigurisht që do të kemi mundësi të rilidhemi së bashku, po edhe të ndjekim hyrjen e summitit. Të uroj punë të mbarë, ndërkohë do të zhvendosemi edhe një herë në studio për të vijuar me të tjera lajme.